ky aktgjykim është tërësisht kundërshtim me vetvete dhe marrësjetimin. Policën e Dogonës së Shqipërisë me masjellse dëshmitar nëse ka mundësi. Tu po shohuni këtu që edhe unë që jemi dëmtuar nuk shun as unë. Unë jam vetë dëmtuar. Po ja ty. Ka qenë ju me pas gjallë ja, po ju pa. Ne kemi përjashtuar ankesë vetëm sa përket lartësisë së dënimit, nga se kemi vlerësuar se në rrethonat që është shkruar vepra penale, në prezencën e publikut, prezencën edhe të dëmtuarve të tjerë, kur edhe dy të tjerë të dëmtuar, e për më tepër edhe prokuroria këtu ka dështuar që të mos ketë akuzë tjetër për vepra penale të shkruara. Pretën kemi vlerësuar se në rrethonat veçanërisht rënduese, gjykata e shkallës së parë nuk i ka pas parasysh të rrethona dhe ka ardhur në një dënim siç u labrua dhe u shpall me 24 vite burg, duke respektuar maksimumin parimor të dënimeve sipas kodit penal. Dënimi i shqiptuar për 24 vitesh të ndryshohet dhe të jepet një dënim më i lartë, të cilin do ta vlerëson ky kolegj i respektuar i gjykatës së apelit. Ne kemi bërë ankesë mbi gjitha bazat ankimore, sepse kemi konsiderojmë edhe sot se aktgjykimi është i përfshirë shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale, cilat do t'i theksojmë shkurtimisht një nga një. Shkelja e parë sipas mbrojtjes është se ky aktgjykim është tërësisht kundërshtim me vetvete dhe marrësjetimin. Dispozitivi është krejtësisht paraqet një ngjarje apo një fakt tjetër, ndërsa arsyetimi paraqet një fakt tjetër. Nëse ky pas ka reaguar në kuadër të, siç thotë gjykata, nervozizmit të shkaktuar, jo me fajin e tij, por me fajin e tjetër kuqe, pas ka prunë në përgjithësi në një situatë të papërgjithësisë penale apo përgjithësisë esencialisht voglume, që na prap gjykata s'ka mujt me dhënë atë mendim, por do është një ekspert, për çka nuk kemi ekspertizë, atë pikajtë në zonë dispozitiv të aktgjykimit për me demonstru forcën edhe me tregu këtë kush e kundërshton ato që ky çush reagon. Ne kemi dy situata të paraqitura të ndryshme që njëra me tjetrën shkojnë, ose shkon e para ose e dyta ose asnjëra. Ne po themi që asnjëra, po gjykata do të vërtetojë njërin. Janë dy propozime alternative, ose të prishta aktgjykimit, kthehet në gjykim, dilet me ngjarjes, të bëhen ekspertime të thirrën dëshmitarët, konstatohet cila armë është arma që është vrojë ndjeri, cila është lidhja e këtë këtu me punën me Divran Hoxhën, kurdo që ka kryer atë vepër penale, a ka pas qëllim vrasjen apo është shkaktimi i rrezikut përgjithshëm e pasojave vdekjes, se po thojmë nuk ka shtënje drejt për drejt viktimën për 20 cm, ka ngepek, plumi thot rikoshet që naty rikoshet e godet viktimën mbrapa, atë që ka qenë ulur mbrapa. 3 persona në kerë asnjëri nuk e godasin, kërkush. Një e dyta të lirohet nga këtë akuza, sepse me provat administrueme nuk është vërtetuar që njëri ka kryer veprën penale, për çka akuzohet. Kam dhe diçka një kërkesë. Nëse ka mundësi edhe me mapru dëshmitar polici që kur kanë kalu ata që e ka marrë, që i ka pa pasaportat edhe kur kanë kalu ata, Policën e Dogonës së Shqipërisë me masjellse dëshmitar nëse ka mundësi. Unë mbetem në tërësi pranë ankesës që kanë bërë për të akuzuarin Roland Susuri, duke menduar se gjykata e shkollës së parë ka bërë shkelje esenciale kur ka prunë një vendim të tillë, për arsye se nuk është bazuar në prova të mjaftueshme sa i përket akuzuarit Roland Susuri, sepse mas një provë të vetme nuk është vërtetuar se i njëjti e ka kryer veprën penale manipulim me prova, si dhe veprën penale mbajtje në pronësi të armëve, kurse për arsye se aktgjykimi i shkollës së parë është bazuar më tepër në deklarata të disa dëshmitarëve dhe të akuzuarve që është në kundërshtim edhe me dispozitat ligjore, e që këtë deklaratat të disa prej punëtorëve që kanë punuar atë janë në kundërshtim me vetvete, për arsye se ndryshe kanë dhënë deklaratat në polici kur ngjarja ka qenë e freskët dhe e kanë ditë se si ka ndodhur, dhe ndryshe me vonë që nuk përjashtojnë mundësinë që të njëjtit kanë qenë edhe të ndikuara. Dhe kërkojmë nga gjykata e apelit që të njëjtin ta lirojnë nga dy veprat e para, manipulim me prova dhe mbajtjen në pronësi të paautorizuar të armëve, kurse eventualisht ta shpallin fajtor për veprën penale pjesëmarrje në rraje. Ngerim në tërësi pranë pretendimeve që i kemi parashitur në ankesë, në atë arsyetim se aktgjykimi i shpallur nga gjykata e shkallës së parë është i pabazuar në prova ligjore dhe ka mangësi. Vendimi është mbështetur vetëm në deklarata të dëmtuarve, të cilët janë
kontradiktore me zveti. Si të tilla, konsideroj se nuk kanë vlerë juridiko-ligjore, me anë të cilave të mbrojtërin tim e kanë shpallur fajtor. Prandaj në mungesë të provave materiale, nuk mund të qëndroj konstatimi i gjykatës se i njëjti Jesmir Badallaj ka kryer veprat penale për të cilën është shpallur fajtor. Andaj, propozojmë që Kolegji Penal i Gjykatës së Apelit në Prishtinë të Departamentit Special, aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë ta ndryshoj, të merr aktgjykim lirus ndaj Jesmir Badallaj, ose çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje ku do të vërtetohet pafajësia e të akuzuarit Jesmir Badallaj. Këtu po shohun këtu që edhe unë që jemi dëmtuar nuk shun askush. Unë jam vetë dëmtuar. Për aty. Ti në këtë rast ti akuzon e këtë cilësinë të akuzon. Vetë pak, unë jam punëtor. Që është punëtor akuzuar. Ka qenë Ju me pas djalin uja, akuzon ju djalin çaj punëtor. ndëgjoj, na jena këtu në gjykatë apelit, nuk jena odosh në gjykatë themelore ato çështje. A e përkra ankesën? Mirë, Olo, faleminderit Olo. Lukoshi që nuk kemi dëmtuar. Qëndrojmë pra pretendimet tona të paraqitura në ankesë, duke theksuar se aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë ka gabime konsiderueshme procedurale. Andaj propozoj Gjykatës së Apelit që mbrojtërin tim Arben Vezaj ta liron në mungesë provave. Faleminderit. Faleminderit avokat. Pripanderi Arben Vezaj, a e përkra fjalën e mbrojtësit tonë? Propozoj kolegjit të Gjykatës së Apelit që kjo çështje të kthehet në rigjykim dhe në rivendosje.